thënë drejtën, ju e pat dhe vetë që ne e dominum ndeshjen, ose tje më konkretisht në pjesën e dytë, ne kemi dominu në çdo cept fushës, krijuam shumë raste, e nisëm lojën që për 5 minuta 0-1 dizavantazh, ekipi reagoi shumë mirë dhe unë falenderoj dhe i përgëzoj gjithë djemtë për shpiritin e garës që sot dhanë në fushë dhe po ashtu duhet ta pranojmë që luajtëm kundër avenit të parë dhe e pat dhe vetë që ne ishim superior. Ju e dini shumë mirë që Tërbuni 6 javë e para ka pas mungesa, ndoshta nuk është e mendueshme kjo që po them dhe justifikueshme, por unë mas ndeshjes me Luzën që ndërprej ekipi ka qenë i plot dhe kam shumë besim që ne do arrijmë në ato objektiva që ishim në fillim. Disa raste të humbeme nga lejtarët e ekipit të punës kishin të gjitha mundësitë për të shënuar, nga erdhi kjo? Ekipi shpërderoi 2 raste të pastra shënimi, por besoj që kalojnë ishte pak e tensionuar, të ishim pak më të qetë përpara portës, them që ne sot do kishim dalë me 3 pikë, megjithatë, siç e thash, i përgëzoj në maksimum të gjithë djemtë që dhanë më të mirë në fushë, sepse ju e pat vetë që në momentet caktuara ishte momente karakteri, situata doli pak nga duart në të dyja ekipet dhe në përgjithësi në fund çdo gjë fair play dhe Shirokës uroj suksese në vazhdimsi. Për gjykimin keni gjë? Për gjykimin, sinqerisht, kam 15 vite që punoj trajner, drejtues, asnjëherë nuk e marr me gjykimin, unë merrem me skuadrën, ne kërkojmë çdo gjë nga ajo gjykimi e pat vet ju që ishit prezant dhe unë nuk mund të komentoj dot për sa i përket gjykimit, sepse nuk jam askushi për të gjykuar ata. Unë kërkoj tek ekipi im dhe nuk më intereson fare as kundërshtarja as arbitrit. Çka mund ta shikoni edhe vetë në video, nuk mund të komentoj diçka tillë.